Largimi dramatik i Eglit, gjesti dërgon mesazhin emocional për të sqaruar ndjenjat e saj, ndërka që edhe në Instagramin e gjestit i jepet mesazhi për ndjekësit që po i turren gjestit. Largimi i Eglit nga shtëpia Big Brother VIP shkaktoi një val të madh reagimesh, duke përfshirë edhe një mesazh emocional të gjestit brenda shtëpisë që i dërgoi asaj e familjes nëpërmjet kamerave. Ai u izolua diku vetëm për ta pasur vetëm me Eglin dhe kamerat mesazhin e tij për të mos u përdorur nga brenda, teksa ky mesazh ka reflektuar edhe ndjenjat e tij njerëzore për Eglin. Ai shprehu ndjenjat teksa i tha ndërmjet të tjerave: "Inshallah më kupton edhe ti mua, sepse unë kam pasur ngarkesë të madhe", tha ai duke i çuar një apel për mirëkuptim, teksa një nga pikat qendrore të mesazhit ishte edhe vetdia për pasojat e veprimeve të tij, teksa tha: "Të kam thënë çfarë kam mundur", duke pranuar se ka bërë edhe gabime dhe se ndjenjat e tij kanë qenë të komplikuara. Gjesti gjithashtu tregoi edhe një vetë reflektim, teksa tha: "Të kërkoj falje jashtë, do të takoj, do flasim, të premtoj", thot ai, teksa kjo e rrit intensitetin emocional të situatës ndërmjet tyre. Ai gjithashtu përmendi se sa e vështirë ka qenë për të luaj qetësinë në presionin e shtëpisë, duke shtuar: "Kam ditur të luaj trëndafila nëpër shtëpi", teksa tha se nuk ka dashur që të luaj me emocionet e saj, pasi e ka parë se sa keq është. E jo vetëm kaq, pasi sulmet e shumta kanë nisur në drejtim të gjestit pas kësaj situate të eliminimit të Eglit, teksa nga faqja zyrtare e gjestit jo është dhënë një përgjigje, teksa kanë shpërndar një post ku shkruhet: "Të gjithë që kanë bërë ekspert të shëndetit mendojnë, psikologët e tastierave kanë marrë përsipër për të diagnostifikuar të tjerët dhe termi i tyre i preferuar së fundmi është narcist. Rasti më i freskët gjesti, nuk ka nevojë për psikolog, për vlerësime profesionale apo për analiza të thelluara. Një koment në Instagram mjafton për të volozur diagnozën. Çfarë është narcismi? Le të kthehemi pak realitetit. Narcismi klinik është një çrregullim i personalitetit narcistik, një gjendje rëndmendore që karakterizohet nga një ndjenjë të tepruar e rëndësisë për veten dhe mungesës së thellë të empatisë. Dhe jo, nuk është dikush që duket i sigurt, që kundërshton dikë apo që nuk e mbush dot lëvdatat çdo minutë. Një narcist i vërtet nuk ka aftësinë të ndjejë dëmshuri, nuk kujdeset për njerëzit kur i sheh në gjendje të rënduar emocionale, por i godet. Gjesti i ka qëndruar afër Eglit kur e ka parë të rënduar, Danjës kur e ka parë duke qarë, Gjertës kur qau për fëmijët, Loredanës kur po qante e bëri të qeshte, duke kthyer humorin, Livias kur kaloi atak paniku, Rozanës kur ishte sëmur edhe pse nuk flisnin dhe kishin debate të forta, gjithashtu së fundmi uroi shërim të shpejt babait të Xhibanit, njeriu që e ka dhunuar, e ka poshtëruar, e kërcenuar me çdo formë të ndryshme. Gjesti është njeri me shumë defekte, por e vërteta, a ka gjesti momentet e tij kokëforcisë, a ka momente që i pëlqen vetja, a ka momente që du të marrë vëmendje me çdo kusht, se e tillë është loja dhe ky format. Po, dikur për të marrë një diagnozë psikologjike duhet të shkojë te një specialist. Tani të duan vetëm një video 15 sekonda në Instagram ku një person me sy të zgurdulluar e me zë dramatik thot: "Ky është narcist". Psiqika e njeriu është shumë e ndërlikuar se disa tipare të thjeshta të sjelljes. Shumë njerëz veprojnë në ndikimin e mekanizmave mbrojtës, traumave emocionale e përvojave të shkuarës. Gjesti është njeri me tipare të forta, ndonjëherë kokëfort, ndonjëherë i rezervuar, por mbi të gjitha një njeri që ka treguar ndjenja njerëzore dhe përkushtim. Jo çdo person që s'ju puth këmbët është narcist, kështu ndaloni të dhëni diagnoza falas nga ekrani, është shkruar në Instagramin e tij.